Universiteti Femi Agani në Gjakov ka hapur sot zyrtarisht dyert për fillimin e vitit të ri akademik 2025-2026 në të gjitha drejtimet universitare që ofrohen në këtë institucion të arsimit të lartë. Rektori i këtij universiteti, Drilan Bunjaku, tha që fillimisht studentëve që do të nisin vitin akademik, sot do është bërë prezantimi i doracakut të studentëve. Ne sot e patëm ceremoninë do të thotë pritjes së studentëve të ri edhe të fillimit vitit akademik 2025-2026. I informuam studentët lidhur me doracakun e studentëve, mundësi që i kanë aty do të thotë informimin e studentëve lidhur me detyrat, obligimet, informimin rreth strukturave organizative të universitetit. Për sa i përket përgatitjeve për nisjen e vitit akademik, Bunjaku shtoi se universiteti ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme për një vit sa më të suksesshëm. Është një mundësi shumë e mirë. Ne si universitet kemi bërë gjitha përgatitjet e nevojshme. Studentët prej sot veç kanë filluar më një herë pas ceremonisë me ligjëratat. Kështu që konsiderojmë që do të jetë një vit i mbar. Bunjaku njoftoi se numri i kuotave të hapura për këtë vit akademik është 350 dhe se Senati i Universitetit do të zhvillojë një mbledhje në ditët në vijim, gjatë të cilës do të merret një vendim për plotësimin e numrit të studentëve në degët ku ende ka vende të paplotësuara. Lidhur me numrin e studentëve, ne në total këtë vit kemi 350 kuota, sipas vendimeve që kemi në akreditim të programeve. Aktualisht në shumicën e programeve janë mbush vendet e komunitetit, domethënë më të madh shqiptar. I kemi vendet që nuk janë mbush të komuniteteve pakic, minoriteteve, edhe të kuotave të rezervuara që janë për vendet shqipfolëse të rajonit. Tash pritet që të merret një vendim gjatë kësaj jave i Senatit, ashtu që të plotësohen këto kuota të lira me numrin e studentëve të cilët janë pranuar, domethënë kanë kaluar pragun e kalueshmërisë, por nuk kanë pas kuota që të regjistrohen. Kështu që ata sipas listës rëndore do të barten edhe do të mbushin të gjitha vendet e lira. Tutje Bunjaku potencoi që menaxhmenti do të vazhdojë që me përkushtim maksimal të kontribuojë në të gjitha drejtimet për të përmirësuar edhe më tej cilësinë në mësimdhënie.